afati për 60 ditëshë, do më thonë, i konvenon vetëvendosjes. Do më thonë, vetëvendosjes nuk i konvenon me shku me njerë në zgjedhje. E dyta, shtrohet pyetja, nëse jepet kjo afati për 60 ditësh, çka mundet me shërby? Mundet me shërby për interes kombëtar, po flasë që ato marrëveshje ndërkombëtare që kanë me të pezull mu ratifikue, edhe është një mundësi për Albin Kurtin me reflektu. Çka do me thonë me reflektu? Me tërheq ato 2 kandidatura, edhe me edhon mundësis me thonë ose Lumirit, ose Bedriut, banu të president, merë ame që to 15 në nëshkrime, 22 në nëshkrime, edhe banu se ma mire ka me dhonë presidentin, se me dhonë edhe presidentin edhe gjysmën e qeverisë. A i ka blofu se ka mendu që i merë krejt, e ka mendu që i opozita tutën, edhe i vinë minutën e fundit aty edhe votojnë glaukën. Po tash e ka po që a i blof nuk pinuj. Nëse Kushtetutja ja pa fat nështë opozita e voton? Kanë? Presidenti. Jo, se ja voton. A me konë që ja voton e kështë votu që jo interesin e votu? Tash opozita ka morë koqa, do më thonë, trimni, entuziazm për shkakun edhe daljes vjosës të shkunder e senem, menon që ka me bodi qka, po unë friksohëm që nëse shkojmë në zgjedhje, qoftë edhe verës, rezultati ka me qeni tjilë që ndashtë asin e zgjedhjet e 9 janarit, ose pak ma i keqë për vetëvendosin, që prap pa Albinin së mundet mu zgjedh presidenti, prap i takon me konë kryeministër, po do të me bo koalicion me dikan, prap të lashët, do më honë, kanë me egzistuar qëtu të lashët që i kemi pas vitin e kaluar. Që ma mira që kishë me qenë për Albinin është që me njëherë nëse jepet kjo shansë, nëse gjykata kushtetuese jep këtë shansë, me njëherë me afrue o Lumirit, o Bedrius, varet cili i pëlqen ma shumë, konvenon ma shumë, nëndë që Lumiri konvenon ma shumë për shkak se ka fuqima dot politike, edhe mundet ma mire me dhonë, dhe me thonë presidentin, se sa me dhonë edhe presidentin e gjysmën e qeverisë. Imagjino të kishë pranu LDK-ja me bëha koalicionin kur i theke se mës ta bëjmë. Që ka pas me dhonë atër Albin Kurti? Ka pas me dhonë presidentin, ka pas me dhonë gjysmën e qeverisë. Pse mësë me adhonë tash vesh presidentin, kur e ka po me prit, po kur a i ka rëziku, tash ma e din që së mundet ma 2 herë me qitë një të në falë, me thonë me tutarushën me shosh, se e ka po që po tutën. Tjetra se përket së vendimit, vetë vendimit, unë e lexoj Kushtetutën, dekreti presidentes është okej. Pajtuam me mentorin, edhe pajtuam, po është interesant që juristët cilët unë i respektoj, që janë profesorat, doktorat, të vjetër të fakultetit juridik, që pension, që kanë emna, njës, po mdoj, ata janë të ndarë në dysh. Dhe më thonë, që shko me konë edhe ato mendimet e gjykatës edhe në kushtetuese? Unë kam ma pak besim të gjykatës e gjykatës kushtetuese, edhe pësa ata tash vendimit tyne ka me konë meritor, për shkak se aty përveçën vërpecit, i cili ka kalu krejt fazat, dhe më thonë ka qenë gjykatës të melore, apele, supreme, kryetari këshillit gjyqësor të Kosovës e tjera, edhe ka një përvoj, dhe më thonë për me zotnu që atë ven aty ku është, tjerët nuk isha meritor që janë në vendin ku duhet me qenë, aty në atë gjykatë. Se duqor në duhet me pas gjykatë kushtetuese dhe duhet me respektu. Normalisht. Tash se s'na ka faj kërkush që na... Ama veç një zërë nuk e di që shkan me interpretu në enin 86. Po, nëse nuk e aprovojnë që atë. Unë po pajtu në plësish sepse kjo për 60 ditë që unë për mendimin tim është që kushtetut bërsi e kalon në rrasë që zgjedhja për president do të me fillu 6 muaj për para. Po s'do me thonë bre, mund është pe 11 shkurtit kanë mujtë mja njësë. Edhe tash ti i konsumon nëse ti a ke njësë 6 muaj për para, dhe mërënda 60 dite
ti nuk parin me zgjedh presidentin. Është evidente që ti s'ki me zgjedh as mrena edhe për që ata kalon ditë tjetër. Prandaj ai ta kalon 86. Me shkun zgjedhje në mënyrë që gjithsesi ti me mbrit që presidentin me zgjedh 30 ditë përpara. Po do po, për që ata kalon 82 atje, që ti duhesh me një 86 në kalon që nuk e zgjedh, që aty jo ma vonë se 30-60 ditë që ne parashe më nalt. Po, bro. Tani 30 ditë përpara të nësë. Shumë e qartë. Për mu, është tu. Tani, unë në mesin atyre gjykatësve, domethënë të cilët po gjykojnë në mënyrë të ndryshme edhe paraqitje publike, është edhe Ditar Kabashi që ka doktoru në Turqi për drejtën kushtetuese, edhe i cili po thotë që ka hapësirë aty që për shkak që zgjedhjet janë konferë, për shkak që nuk ka post hapësirë të mjaftueshme, domethënë ne kënej mundet mu jap një afat shtesë edhe për shkak që zgjedhjet të cilat do të bëhen, po mundoj bëhen, tani mundem më konsiderue, nuk mundem me prodhu një rezultat efektiv më të ndryshëm. Zhbllokues për dallim për zgjedhjet që visa e në majt. E tash edhe përmes me gjykata thotë mundet me marrë vendim që përmes me i bëjë gjithë ato harxhime shoqënia për atë me jap një mundësi shtesë. Tani a do ta bëj këto që po thotë ditari apo që po thonë monumentori, kjo tash është çështje po do, po interpretojmë. Është çështje meritore e tyre, pa marrë parasysh integritetin e tyre profesionale e morale tjerë, tash neve na ka faj kërkush që s'kemi zgjedh do ma burat mire, gratë mire aty në ma profesionist. Nëse kjo është gjykata po bëhet palë, realisht nuk ka palë. Nuk ka mundësim gjykata kushtetuese me mendu politikisht, ai duhet me referu veç neneve që isha aty. Kaq mjafton për ta. Nëse dalin tash në të interpretimet jo shpenzime, gjykata nuk e ka këtë rol. Ajo s'duhet me mendu hiç për to. Ti duhesh me thonë çka thot ligji, nenet për caktuar precedent. Jo, s'ka nevojë, nuk ka. Gjykata duhet me mendue në rast par interesin kombëtar. Domethënë, ajo duhet me gjykata duhet me mendue interesin kombëtar, nëse shembull që interes kombëtar o respektimi e saj. Normal pra. Po, respektim natyrisht. Ka ndryshuar tash. Ne kemi pa për shembull u kon një gjykatë që ka dek, një gjykatës amerikan që shembull japet krejt botën, që shi zgjidh rastet krejt në interes publik. Po, këto raste, po. Ai komisione ka. Po, kur se ndonjëherë ti nuk ja vlen, domethënë para qeron me bë më të madh me vendimin tënë me bë më të madh domin se sa do binë që për shoqërinë, sepse gjykata është për domethënë senet me vun binar në shoqëri. Pa ikonica e jap një rast domethënë kur ka qenë Londër aty dhe përcjell aty në Marylebone Street, aty një gjykatë thotë edhe një rast interesante për shkruan, kur vjen e bin një djalë 12 vjeçar që e ka vjedhur një dardh për banakut, e bin para gjykatës. Edhe gjykata thotë për dallim me kon Shqipëri, thotë kërkush se kish pru para gjykatës, po ja kish futja 2-3 shpulla dhe kish ndëjsh me kaq. Dhe po edhe me prun gjykata thotë për çat dardh i kish bënë 2-3 vjet e kish proces. E kish anë procesin. Kurse gjykatës në Angli thotë atë çështje zgjidhet për 5 minuta. Domethënë edhe u kry muhabeti.